Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se për shkak të vendimeve dhe politikave të gabuara të qeverisë, shqiptarët po ecin drejt një humnere kombëtare. Në fjalën e tij në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Berisha deklaroi se situata me çmimet është mjaft e rëndë, duke e lidhur gjendjen edhe në raport me pagat në vend. Sipas Berishës, hapi i radhës nga Partia Demokratike do të jetë riparaqitja në kuvend e amendamentit për vendosjen e minimumit jetik. Do të riparaqesim në parlament amandamentin për minimumin jetik, si amandamenti si lëvizja e parë më e domosdoshme për mbështetje të qytetarëve shqiptar. Me këtë rritje çmimesh, është e domosdoshme që minimumi jetik të jetë mbi 200 euro. Minimumi jetik nuk e kompenson asnjë lloj rritje tjetër. Kreu i PD-s tha gjithashtu se buxheti i miratuar është një piramidë mashtrimi që bazohet në vjedhjen e qytetarëve shqiptar. Ky buxhet është një piramid mashtrimi, vjedhje ndaj qytetarëve shqiptar. Të dhënat më të fundit të Institutit Statistikave tregojnë efektin shkatrimtar të karteleve të drogës mbi ekonominë e vendit, mbi rritjen ekonomike të vendit dhe zhvillimin. Berisha është ndalur edhe tek qendrat e emigrantëve që janë planifikuar të ngrihen në Shqipëri. Ai tha se vendi ynë po shndrohet në një autostradë emigrantësh, gjë të cilën e cilësoi si barbari. Një projekt shfarosës, shpërbërës për shqiptarët, kërkon me çdo kusht që ata të ikin nga Shqipëria. Tani flet për 28 qendra të reja pritjes. Unë nuk duhet të komentoj, sepse s'është bërë asnjë transparencë për to. Po ajo që duhet të them, shndrimi i Shqipërisë në autostradë emigrantësh është një barbari mbi emigracionin radhë parë. Është dorëzim i atyre qenjeve në kthetrat e mafjes më të pashpirt në Europë. Këto deklarata kreu i opozitës i bëri gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Demokratike.